Oligarku Shefqet Kastrati ka ndërtuar pa leje. Ky është përfundimi që del nga një hulumtim gazetaresk i gazetarit Erblin Vukaj për Citizen.al. Shefqet Kastrati ka marrë një leje zhvillimi në vitin 2019 dhe për 2 vjet, derisa i ka dalë leje ndërtimit në 2021, ka ndërtuar, ndonse ligji e bën detyrueshme që ndërtimit në nis vetëm pasi merr lejen e ndërtimit. Madje, në vitin 2021, vitin 2022, Shefqet Kastrati e ka shtuar sipërfaqen e ndërtimit dhe po ndërton këtu tek ish Sheratoni, jo vetëm një hotel të ri, po po ndërton një kompleks kullash për banim dhe për arsye komerciale. Qytetarët e Tiranës e dinë shumë mirë se deri përpara rreth 30 viteve kjo zonë i përkiste parkut liçenit artificial Tiranës, po qeveri mbas qeverie i kanë shpronsuar qytetarët e Tiranës nga kjo hapësirë publike dhe në rastin konkret të oligarkut Shefqet Kastrati i kanë dhënë mundësinë të ndërtojë me një densitet vërtet jashtëzakonisht të lartë. Këtu jemi përpara një shkeljeje të ligjit. Krahasoni për një moment privilegjet e mëdha që gëzon ky oligark dhe të tjerët si ai, duke shkelur ligjin, krahasoni me qytetarin e thjesht që mund të bëjë një ndërtim të vogël pa leje, të cilit jo vetëm i prishet ndërtimi, por rrezikon edhe burgun. Lëvizja Bashk, nëse qytetarët e Tiranës do të na votojnë në krye të bashkisë, do të bëjë transparencë imediate për çdo leje të dhënë, për çdo veprim në shkelje të ligjit dhe do të marrë të gjitha masat e duhura që na lejon ligji për ta vënë të drejtën në vend. Po i referohem ligjit për urbanistikën dhe planifikimin e territorit. Në nenin 52 thuhet që nëse ka shkelje të lejes së ndërtimit, ai që shkel minimalisht gjobitet dhe sanksioni maksimal është konfiskimi ose prishja e objektit. Ne do bëjmë ç'është e mundur që të vendosim barazinë e qytetarëve para ligjit dhe oligarkët që shkelin ligjin, që përvetsojnë të mirat publike, hapësirat publike, të përballen me të gjitha sanksionet që meritojnë.